nacionale këta kanë me ndëshku se zoti Kurti so mirë me Amerikën me bëjën. Po ti me në sankcioni je, Fidan, në sankcioni. Ti me në që njerëzit shkurt. Vish pak gjojës ka qasë. Jo që shto tensionim nuk ka pas. Pranver, ti me nën që dikush që voton vetë vendosën shë për të Albin Kurtit në vendosë që ka diçka? A shë, me ndonë kështu? Asë njerë Kuriq. No Albin, no parti, o kry mohabet, jo parti, po jo parti. Ndash parti, qysh dush quhe. Pra, kjo nuk qëndron në raport me vendosën, së është e sakt. Nuk qëndron kështu sepse rezultati del tjetër. A do aty është një njeri, është një parti, një koncept, një mendësi, gjithçka është prej tij. Edhe nuk unë është me mendu ndryshe me thonë që këta kanë votu se zgjedhjet lokale kështu, por e ndeshkojnë kur vjen te mu nuk po më qet çështu që pse Fidan në zgjedhjet nacionale të 2020-s ja dhanë 52%, e në zgjedhjet lokale pas 7 muaj pas nuk ja dhanë asnjë komunë. Sepse kanë pas performancë shumë të mirë parti tjera. Në 7 muaj të fundit, para se më majë zgjedhjet. Si, po më ne... Ka pas performancë PDK, me Bedriamzën, ka pas performancë LDK me Abdigjikun që... Të ishin halon traum të jashtëzakonshme të... Së ndëgju sakt çka thashën në fillim. Por 8 muaj të fundit blokadës, 0 performancë ka pas LDK-ja, 0 PDK-ja. Komplet propaganda vetë vendosës, është bllokuese kësaj pune këtu, kërkush s'po din me i bind të njerëz që është ashtu. Asna që tu në studio. Kreti din që çka do që është të bo, vetë vendosë në raport me listën sërbe, është veç propagandë dhe veç programi tyre politik. E përsëris për 50 nërë. Nëse s'ka listë sërbe, vetë vendosë nuk ka program politik njerëz me çka mu paraqita, e kuptoni? Jo veç politik, por s'ka Fatkeqësia është që kjo. Njerëzit po e shohin kështu dhe në fund po votojnë kështu. Këto janë të e shpjegu kush do me marrë.